Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Vajza e Mark Frokut shpërthen ndaj Rudina Dembacajt, po na ndan nga babai ynë. Vajza e ish-deputetit Mark Froku i është drejtuar redaksisë së njohur duke treguar diçka larg imazhit të harmonisë familjare, të cilën Rudina e ekspozon në rrjetet sociale. Në deklaratë, Mara Froku, e cila është vajza e Markut, ka theksuar se në këto momente ndjen dhimbje dhe kur shet deklaratat e Rudinës se fëmijët e bashkëshortit i konsideron si fëmijët e vet. Sipas Marës, mesazhet e bukura nëpërmjet rrjeteve sociale dhe publike mund të krijojnë imazhin se gjithçka shkon perfekt, por realiteti brenda familjes është ndryshe dhe sipas saj, Rudina është ajo që po krijon bariera mes tyre dhe të atit Markut. Ajo shkruan: "Këtë deklaratë e shkruaj me dhimbje dhe jo me inat, pas disa deklaratave publike të Rudina Dembacajt që thotë se fëmijët e burrit janë fëmijët e mi. Fjalët dhe fasadat mund të duken bukur për miqt, por familjarët e dinë të vërtetën. Prindëria nuk provohet me deklarata, por me sjellje. Nuk është humane të thuash jam të mit dhe njëkohësisht të ndash fëmijët nga i vetmi prind që kanë apo nga shtëpia e tyre. Familja mbahet me prani dhe përfshirje, jo me kontroll. Sot mjafton të veshësh petkun e familjes për kamera dhe quhesh i madh. Roje porte në shtëpi dhe protagonist në media. Por fasadat janë klishe dhe veprimet janë jo humane dhe nuk duhen duar trokitur, duhet mbajtur përgjegjësi." Mara Froku.